Të përshëndes për telefonatën edhe jemi pritur në program. Hidhemi pak në këto momente në rrugët e kryeqytetit, në komunikim patjetër me Eldin nga Taxi Lux Albania për të parë dhe për të kuptuar situatën me lëvizjen e mjeteve. Ndoshta le të themi nga kushtet atmosferike nuk shpresojmë që të kemi shumë lëvizje edhe me mjetet, po jo gjithmonë është edhe tillë. Do të thotë për shembull në sot nuk është se jemi kushte ekstrem moti pak a shumë. Eldi, mirëmëngjes, përshëndes. Ditë mbar të uroj, çfarë situate kemi konkretisht, lutem? Po ande me mëgjes të përshëndes, të ditë mbar, unë do në rrugën Luish Gurakuqi, vi nga pjesa lindore e Tiranës, duke lëvizur në shumë segmente si rruga Xherfize Keko, rruga Hoxhatasin, kemi rrugën Kongresi Manastiri, një monitorim i gjithë pjesë lindore të Tiranës. Situata është fiksa që përmendët ju, është shumë e saktë, shumë e drejtë. Momentin që ka temperaturën optimale, besoj është ndikon 1.000.000% në situatën e trafikut. Dita sot dhe karakterizohet pa shumë probleme lidhja parë. E themi këtë sepse një aks kryesor ka lëvizshmëri shumë të ulët, rruga Elbasanit, sapo kalon shkollën Kosova me pak fluks trafiku të lëvizshëm deri tek kryqëzimi gjithmonë me kryqëzimin me bulevardin Bajatsurit dhe deri në rrugën George Bush situata është e kalueshme. Rruga Kavajës zgjon në intensitet i madh, kombinat deri tek rruga 3 Dyqmorët, më pas nga ish zona mjeteve mësimore deri në qendër përfundon pa probleme dhe pa trafik. Kemi edhe rrugën e Durrësit në 3 drejtime, vetëm zona Stirit paraqitet me trafik, po 2 lëvizje tjera kthesa Kamsës dhe lëvizja Durrës-Tiranë deri te Shqiponia për momentin ka krijuar trafik lehtë. Më pas përfundon pa trafik deri në qendër. Kemi Unazën e Mesut, farmacia ditë kryqëzimi Don Bosco për momentin vetëm 2 kryqëzime me pak trafik, është rruga Reçit Petrela dhe rruga 5 Maj, pra është tregu industrial. Më pas deri te rrethit Zoguzim mund qarkullosh pa trafik. Po ashtu dhe Lana është lajm i mirë, qarkullon pa trafik dhe gjithë pjesën lindore të Tiranës, kush do ndjek, gjithmonë përdori pjesën e zonës Unazës pra Lana, sepse e gjithë segmenti nga Shkoza deri tek Pallati Mesgjidit dhe ana Sjellas nuk ka trafik. Për momentin dhe Unaza vogël ne dolëm nga rruga Hoxhatasim që monitoroj gjithë pjesën lindore të Tiranës, përfshin rrugën Bardhyr gjitha drejtimet, përveç pak probleme vetëm rrugës Dibrës, që ka pak ngarkesë nga zona e servis drejt në Tkaçe. Pjesë të tjera si bulevardi Zogu Park dhe Xheluli, Urani Pano dhe pjesa e Nëntkaçeve, pra qarkullon pa trafik. Jo më shumë se 10.000 mjete, anë një shifër e pranueshme për ditën që jemi, pra ditë e mërkur, por që në krahasim me të hënën dhe të martën që kishte shumë intensitet, është të paktën 50% më mirë dita e sotme dhe në raport që ne bëjmë për mbledhjen e gjithë sipërfaqes raportimit, trafiku është diku te 40 deri 50% Tiranës me pak trafik. Pjesa më e madhe dominon qarkullimin normal në Tiranë. Por gjithmonë kjo është për shkak të temperaturave normale që janë shumë të mira dhe besoj nuk është domosdoshme që patjetër duhet dalin mjetet qarkullim. E qartë. Mirë, faleminderit të përshëndes edhe të uroj ditë punë të mbarë.